Partia Demokratike nuk ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, ndërsa akuzon se komisionerët po u kërcënohen edhe pas numërimit. Edi Paloka në një deklaratë për mediat doli në krah të një prej tyre duke publikuar edhe këto pamje. 5 vota 500.000 lekë. Në 4 vjetë e dhironën në korrik. Paloka shton se pas bërjes publik të këtij materiali, Lulzim Memashi u intimidua. Mbas daljes së kësaj videoje, dije në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr. Do ta shohë ç'do të bëjmë. Paloka shton se nuk do të lejohet që të preken demokratët. Pra, nuk mjaftohen që blejnë vullnetin e shqiptarëve. Nuk mjaftohen me gjithë që kam bërë për të mbajtur këtë pushtet të ndyrë. Po kërkojnë dhe t'ju mbyllin gojen atyre që denoncojnë. Ky është rasti konkret. Dhe jam këtu, thash, për ta denoncuar si rast dhe për të marrë në mbrojtje publike Lulzimin. Për t'i thënë kujtdo që mendon se tashi në këtë mandatin e 4 të Ramës mund bëjt ç'të dojë me demokratët, e ka gabim. Edhe një herë akuzoi për manipulimin e zgjedhjeve. Ne pak apo shumë jemi këta që jemi. I kemi qëndruar përballë çdo situatë, edhe po e paralajmëroj që as mos ta çojnë ndërmend se tashi do ta kmerret edhe ndaj atyre që nuk pranuan shiten, apo të tremben, apo me çfarë do lloj forme tjetër të kthehen në sklevër. Paloka shtoi se komisioneri që bëri denoncimin i përket zonës së kombinatit në Tiranë.